Banorë të fshatrave Vërmik, Bashaj, Matogjin, Verbasit, Ramic dhe Velç janë mbledhur sërish këtë të diel për të protestuar për ndërtimin e rrugës që lidh fshatrat e tyre me rrugën e Lumit të Vlorës. Me 10 banorë të 6 fshatrave kanë bllokuar kalimin, ndërsa kanë kërkuar nga autoritetet asfaltimin e rrugës që lidh zonën me aksin kryesor që përshkon Lumin e Vlorës. Në gjithë këtë rrugë janë 7 fshatra. Të 7 fshatrat, po të shikosh në një periudhë historike për 30 vjetësh, ka filluar të ikin njerëzit, të iki rinia. Arsyeja vetme është që nuk gjejnë kushtet e domosdoshme për të jetuar në fshatrat e tyre. Për të jetuar në një fshat, 3 element duhen. Duhet ujë, korrenti dhe rruga. Arsyeja kryesore pse fshati jonë është çpopulluar i gjithi ka qenë rruga. Na bëj këtë rrugë se është e mirë për gjithë popullsinë që jeton në këtë fshatra. Pse duhet bëhet kjo rrugë? Kjo nuk është rrugë fshati, po kjo është rrugë nacionale, sepse lidh 2 qytete të mëdha, Tepelenën e Vlorën, edhe pse është 30 kilometra. Ne kërkojmë që kjo rrugë të futet minimumi në projekt buxhetin e vitit 2026 dhe 2027 ne të ndërtrokasim dhe të jemi mirënjohës atyre që do të merren me ne. Kjo është protesta e dytë që banorët të këtyre fshatrave zhvillojnë në Smokthin. Sipas tubuesve, investimi i rrugës ishte një premtim elektoral i lënë në harres.